جميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا يضلل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان حيا ويحيق القول على الكافرين. صلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرم حبيبه ولم يخالف سبيله وسنته. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول البلاغ الكريم كما قال. لا فلندرين تقبل الله تبارك وتعالى اللهم فلندرين الله الدين لبشتك كفر. كرس الصلاة والسلام نكدش مع الترجمة başlarıştı yapakçılık namını spesiyale Resulullah aleyhissalatu vesselam. O Allah bekoy Muhammedin aleyhissalam, bekoy familjen Resulullah aleyhissalatu vesselam, shokët të tij të pandam dhe bekoy gjithë familjarët të cilët e kanë ndjekur, janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin në rrugën e pejgamberit aleyhissalatu vesselam. Gjithashtu e lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu ta bekon këtë dhe begatit më të mëdha që zgjidhet në madhërinë e tij. Të nderuar të respektuar besimtar musliman, kemi obligim fetar, moral, etik, që pasi që funksionojmë si komunitet musliman, elhamdulillah me institucionet dhe çdo sen të jetë në rrjeta e tij. Prandaj kam obligim si imam duke shkruar letër qarkore nga Miftinia e Shkupit Paraqis. Në bazë të vendimit të Jasetit të Bashkisë Fetare Islame, numri 3/705, të miratuar në mbledhjen e mbajtur në datën 3/10/2025, lidhur me shkalljen e zgjedhjeve për këshillat të xhamive në nivelin e të gjithë muftinive, kështu që muftinia e Kotejës Shkup njofton të gjithë nënpunësit fetar, imamët fetar, se janë të obliguar që ditën e xhumat të informojnë xhamatin për realizimin e zgjedhjeve. Paraqitja e kandidatëve për këshill të xhamisë do të zhvillohet në periudhën prej 5-12, domethënë nga viti i sotit, ditën e 25 deri në 14-12, pra pas një javë. Dhe obligohet të gjithë xhamitë që brenda këtij afati të organizojnë zgjedhjet dhe të ndërtojnë proces verbal rreth përkatës. Sqarim. Kandidatët që do të konkurrojnë për këshill të xhamisë mund të përcaktojnë këto kushte. E para, të kenë të kryer së paku shkollën e mesme, në raste specifike ku nuk gjendet lejohet përjashtimi. Parimisht të jenë të zgjedhur në mënyrë legale. Të mos të jenë të ndjekur penalisht, të mos ushtrojnë funksion politik, të jenë antar të rregullt të xhamisë dhe të kenë të rregulluar tarësisë së pagu për zritjen e fundit, të kenë kredibilitet dhe të jenë të pranuar nga xhamati i xhamisë. Vërejtje, forma e zgjedhjeve të këshillit të xhamisë me vota të hapura, apo me vota të msheta, apo me anë të aplikacionit, apo me koordinimin e këshillit paraprak, përcaktohet nga nënpunësit fetar të këshillit aktual i xhamisë në bazë të rrethanave konkrete. Antarët e zgjedhur të këshillit në mbledhjen e tyre të parë zgjedhin ndërmjet tyre kryetarin, arkatarin dhe antarët e këshillit. Pas përfundimit të procesit zgjedhor, proces verbali i zgjedhjeve dorëzohet deri në muftini.
edhe pse nuk jam në mandat komplet të këtij këshilli aktual, por 3 vite që jam këtu, Allahu për kontributin që kam dhënë, Allahu i shpërblet. Të nderuar dhe të respektuar, dhe informacioni tjetër është që ka të bëjë me fshatin tonë, pasi që Mektepi i ka mbushur performancat që në mësuar disa grupe në Zanzibar, lëvrohen të gjithë të rritë të moshës 15, 16, 17, 18, 20, 25, nuk pati që kufi, burat më tonë, të rritur që se kanë pasur fatin që të mësën Kur'anin në mënyrë vullnetare nga Hoxha Muzemil, i cili në mënyrë të vullnetare, prej nesër të bëhet regjistrimi pas namazit të Jatsis, të më thonë të Mektepi, kushdo të regjistrohet që ata të cilët nuk kanë pas fatin që të lexojnë Kur'anin, apo kanë dinë diçka nga Kur'ani, po kanë harruar prej Kur'anit, domethënë të moshës së rritur të paraqitet nesër, domethënë pas namazit të Jatsis. Për këtë rast nuk e shpreh një kënaqësi të veçantë për bashkëpunimin të Nisjat të Hoxhës Muzemil, i cili pa hezitim ka shprehur dëshirë që ai të marrë edhe një kontribut apo edhe më tepër ka dhushë klasën e Mektepit tonë. Allahu atë e shpërblet, inshallah me të mirët e kësaj bote, dhe gjithashtu edhe këshilli që ka ka dhënë kontributin e tyre që me dhënë edhe hapësira që në Mektepin tonë të mësohet edhe në të moshës së më të vjetër. Lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu të çdo sukseset tona, atë që i kemi bë, Allahu të na kompenzon në xhenet inshallah taala, kurse lutim Allahun te bareke ve teala që eventualisht nëse kemi bë gabimet e javës, Allahu te bareke ve teala na i falë. Elajna sënë كلام البركة الميزان كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في أشهر الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك